Shikues të dashur, përshëndetje, ju flas drejt për drejt nga studio numër 1 e televizionit, studio emisioni frontal me shumë informacione që kanë përgatitur gazetarët tanë, mirë po edhe me bisede në studio. Sot sërish deputetët e Kuvendit të Kosovës janë mbledhur në përpjekjen për ta konstituar Kuvendin e Kosovës, mirë po sërish ka pas dështime për shkak se nuk është votuar madje as komisioni, të cilën ka kohë që lëvizja e vetëvendosje e kërkon, mirë po nuk po votojnë partitë tjera, të cilat deri dje kanë qenë opozitë për shkak se konsiderojnë që kjo se çfarë po bën lëvizja vetëvendosje është një shkelje e kushtetuesës, për këtë arsye nuk duan pra kushtetutën ta shkelin dhe të bëhen të njëjtë me këtë subjekt politik. Për këtë arsye dhe arsye tjera, do të flasim me Naim Jakën, hulumtues në IKD, për shkak se ky institut ka dërguar në gjykatë edhe një kërkesë padi për shfuqizimin e rregullorës së punës së KPM-s, për çka ky institut sot ka pasur fitoren e radhës. Për këtë arsye, pra në pjesën e dytë të emisionit frontal të flasim edhe për këtë fitore të KPM-s dhe po ashtu edhe për zhvillimet në Kuvendin e Kosovës. Do të kemi edhe shumë informacione, por para se gjithashtu titullit kryesor. Serbi Zhejovin Noshić dënohet me 15 vjet burgim për dhunim gjatë luftës, vendimi mirëpritet nga viktima. Mocioni për rëzimin e akuzave ndaj ish-kryetarëve të UÇK-s, mbrojtja pritet të therras deri në 25 dëshmitar. Supremja aprovon kërkesë padinë e IKD-s, shfuqizohet ndryshimi i rregullorës së punës së KPM-s. Dështon konstituimi i Kuvendit të Kosovës edhe në përpjekjen e 38 s'ka pushim për deputetët pa kryer këtë proces. Emisioni frontal për sot e nisi me gjykatën themelore që ka marrë vendim dhe ka dënuar me 15 vjet burgim një serb me emrin Zhejovin Noshić, i cili gjatë luftës ka kryer dhunime ndaj grave. Në fjalën e fundit të drejtësisë për të nuk u paraqit në seancë, pavarësisht kësaj këtë martë në gjykatën themelore të Prishtinës u mor vendimi për Zhejovin Noshićin, i cili po akuzohej për dhunë seksuale në luftë, në sallën ku nuk ishte e pranishme as viktima për shkak të ndjeshmërisë së rastit. Dënimin e shqiptoi gjykatësja Violeta Namani Hajra. Dhe konformimi 359, 360, 361 dhe 365 të kodit të procedurës penale të Republikës së Kosovës të pandehurit i shqiptar. Dënim me burgim në kozgjatje prej 15 vite, në të cilin dënim do të llogaritet edhe koha e kaluar në para burgim. Namani tha se viktima e kishte identifikuar të dyshuarin përmes komisionit për hetimin dhe zbulimin e krimeve të luftës. Ku të njëjtin identifikim e ka bërë edhe në dëshmi të dhënë pranë policisë së Kosovës në proces verbalin e identifikimit të pandehurit në policinë e Kosovës, në prokurori dhe në gjykatë. E lumtur për këtë vendim ishte dëmtuar atë cilës lajmin ja kumtoi Fatmire Haliti nga Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës. Ja komunikova lajmen dhe ka prit mjaft me emocione, e cila është për momentin bashkë me ekipën psikosociale të organizatës tonë, të cilën dhe që kemi mbështet prej fillimit. Ky vendim i gjykatës sot sigurisht është një satisfaksion për viktimën. Ky vendim u mirëpret edhe nga prokuroria e rastit nga prokuroria speciale. Kjo është një ofrim i drejtësisë për të gjitha viktimat të dhunës seksuale dhe të cilat e kanë të vetmen shpresë gjithsesi e realizimit të drejtë vetën. Prokuria speciale si që gjeni gjitha gjykimet të cilat u mbajt kjo seancë ka qenë me dyert të mbyllura për shkak të ndihmërisë së rastit, duke ruajtur kredibilitetin e viktimave. Gjykimi ndaj Zhejovin Noshić nisi më 11 shtator të vitit 2024 dhe procesi ishte i mbyllur për shkak të ndjeshmërisë së rastit.
Gjykata e Kosovës po ashtu ka marrë vendim edhe për ndalimin e simboleve serbe provokuese, të cilat të përdoren sa herë serbët vinë edhe nga Serbia për të shënuar festën e tyre, pra festën e Vidovdanit. Mirë po kësaj radhe e kanë të ndaluar me ligj që të përdoren pra simbolet të cilat mund të konsiderohen si provokative. Ndërkohë Ministria e Kulturës në prag të shënimit të kësaj festës ka ndarë një fond të veçantë për ta përdorur atë për ta pastruar dhe mirëmbajtur zonën ku serbët festojnë Vidovdanin. Hapësirat nuk janë përmbajtur pothuajse përgjatë krejt vitit. Pak ditë para festës së Vidovdanit që kremtohet nga komuniteti serb në Kosovë, Ministria e Kulturës po tregohet e kujdesshme. Përmes hapjes së tenderit po kërkohet operator ekonomik që kujdeset për rregullimin dhe mirëmbajtjen e kësaj zone. Kositja e barit dhe shkureve, shkatrimi i vegetacionit në platon e përmendorës, vendosja shportave dhe tualeteve janë shërbime që Ministria e Kulturës po kërkon nga operatorët ekonomik për mirëmbajtjen e hapësirave të Gazimestanit pak ditë para festës së Vidovdanit. Ministria ndau 2.250 euro që borit të jetë gati me 28 qershor. Paraprakisht për këtë festë serbëve, gjykata themelore e Prishtinës ka hedhur poshtë vendimin e komunës së Graçanicës për përdorimin e flamujve e simboleve nacionaliste. Gjykatën të hënën e kundërshtoi ministrin në detyrë për komunitete dhe kthim Nenad Reshiq. Ai konsideron që flamujt dhe simbolet serbe nuk përbojnë asnjë kërcënim për situatën. Të shtatë tentoi të marrë një qëndrim edhe nga Ministria e Kulturës, por të njëjtit gjatë ditës nuk thyen përgjigje. Flasim tash për krerët e lartë të ushtrisë lirëndare të Kosovës, të cilët janë duke u përballur. Realisht mbrojtja është duke përgatitur që të thrasë dëshmitarët. Mocioni për rrëzimin e akuzave ndaj ish-krerëve të UÇK-s pritet të ndodhë, kurse ekipi mbrojtës pritet të thrasë deri në 25 dëshmitarë. Që nga koha kur ka filluar gjykimi, dëgjuan dëshmitarët e zyrës së prokurorit të specializuar. Tani ish-krerët e ushtrisë lirimtare të Kosovës do ta kenë mundësinë që të ftojnë dëshmitarë që do t'i ndihmojnë rastit të tyre në Hag. Puna në këtë drejtim vetë se ka filluar, pasi me anë të një parashtrimi të përbashkët të mbrojtjes, u bë e ditër që deri 25 dëshmitarë mund të dëgjohen bazuar edhe në vendimin e trupit gjykues në lidhje me mocionin për rrëzimin e akuzave. Sipas parashtrimit, 15 dëshmitarë pritet të dëshmojnë fizikisht në sallën e gjyqit, ndërsa pjesa tjetër e dëshmive pritet që të paraqiten për të pranuar me shkrem sipas rregullës 153 dhe 155. Mbrojtja ish presidentit Hashim Thaçi planifikon që të therrasë deri në 12 dëshmitarë që të dëshmojnë fizikisht, por ky numër mund të jetë edhe më i vogël. Mbrojtja ish kryeparlamentarit Jakub Krasniqi pritet të therrasë deri në 10 dëshmitar, me 5 prej tyre që do të dëshmojnë drejt për drejt, ndërsa të tjerët me shkrem. Ndërsa deri më tani mbrojtja e Kadri Veselit dhe Recep Selimit kanë thënë që nuk kanë ndërmend që të therrasin dëshmitar, por ata rezervojnë të drejtën e tyre për të paraqitur prova. Duke u bazuar në këto plane, gjithërasti mbrojtjes pritet që të zgjasë rreth 3 muaj, përfshirë dhe vonesat e mundshme procedurale. Një konferencë përgatitore që pritet të mbahet me 21 korrik të këtij viti do të prezantohen më shumë detaje rreth kësaj çështje. Kërkesa mbrojtjes është që listën e saj të dëshmitarëve ta dorëzojë deri më 18 gusht 2025. Më 15 prill të këtij viti, prokuroria ka njoftuar se ka përfunduar paraqitjen e provave në këtë rast. Derisa ata që luftuan për lirinë e Kosovës ndodhen në Borë, kosovarët janë duke shënuar 26 vjetorin e çlirimit të Kosovës. Sot edhe qyteti i ushtrisë në aktivitete të ndryshme e ka shënuar këtë ditë. Me flamuj të UÇK-s, Shqipërisë e Kosovës po prinë në rrugë. Në tingujt e daullëve, valltarët e ushtrisë mbajtën një parakalim festiv me rastin e 26 vjetorit të çlirimit të këtij qyteti. Gjatë ecjes atyre ju bashkua edhe kryetari i kësaj komune, Fereti Drizi, me të cilën ecën deri tek qendra e kulturës, para së cilës ishte e parapar kjo performancë. Më pas kryetari Fereti Drizi vazhdoi brenda qendrës ku ishte planifikuar të mbahej Akademia Solemne. Me pjesëmarrje të madhe të qytetarëve, fillimisht intonohet himni kombëtar.
Pas shfaqjeve artistike, Idrizi në fjalën e tij tha se kjo është dita më e lumtur për brezat që po rriten në një Kosovë të lirë. Ne nuk I kemi punët as të flejmi e as të kotemi, sepse e kemi hasmin kojshi, madje o shumë I pabes, nuk e bën as një sy gjumë dhe ëndrat çdo herë I sheh këtu, në këtë vend që është tokë dardane, që është tokë I lire, që është tokë shqiptare. Prandaj, më tepër se çdo herë, sot ky popull duhet të jetë I bashkuar. Këtu folje dhe përfaqësuesi I shoqatave të dala nga lufta Gëzim Saraçi, I cili kujtoi sakrificën e luftëtarëve dhe kritikat që I bën sot rolet të tyre në shoqëri. Në vend se të shihet kujtim I një epoke të lavdishme, pretendohet të jetë shkas I të gjitha të këqijave që ndodhin në vendin tonë. Me këtë rast u nderuan në mirënjohje individët dhe organizatat që kanë kontribuar në rrugën për liri dhe pavarësi të Kosovës. Nga Vushtria shkojmë në Prizren, atje ku policia është deklaruar për sulmin ndaj pjesëtarit e komunitetit rom në këtë qytet. Zëdhënësi I policisë atje, Shaqir Bytyqi, ka thënë se rasti ka ndodhur me 9 qershor, ndërkohë sipas informacioneve ende nuk ka të arrestuar për këtë rast. Kurse në anën tjetër, Prokuria Themelore në Prizren ka kërkuar paraburgim për zyrtarin policor, I cili dyshohet për keqtrajtim të një qytetari, të cilin e kishin gjobitur për kundërvajtje për shkak të parkimit të palejuar. Ngjarja ka ndodhur në mbrëmjen e 14 qershorit në rrugën Ekrem Rexha në Prizren. I pandehur me inicialet të RP si polec duke vepruar bashkë me kolegun e tij NB, dyshohet se kanë keqtrajtuar të dëmtuarin SF. Fillimisht, policët I kanë vënë gjuhë për kundërvajtje për parkim të palejuar të dëmtuarit. Në atë moment, ai ka dalë nga një kafene afër dhe ka hedhur gjobën në tokë. Pas kësaj, policët I kanë kërkuar dokumente identifikimi dhe pasi nuk I është bindur urdhrit, policët tentuan të arrestonin. Gjatë përpjekjes, kundërvajtësi ka rezistuar dhe në një moment policët e kanë rrëzuar. Pasi ishte shtrirë, policia RP dyshohet se ka goditur disa herë me grosht në pjesën e kokës, ka syre dhe veshi duke I shkaktuar lëndime trupore. Një ditë më parë, Inspektorati Policor njoftoi për suspendimin e policit. Mbesim ende në Prizren dhe flasim për një ngjarje të rëndë që ka ndodhur në këtë qytet ku disa persona kanë sulmuar një djalë të ri të komunitetit rom. Ai ka thënë se personat që kanë sulmuar kanë qenë pra me helmeta dhe nuk I nje, ndërkohë policia është në kërkim të tyre. Për në punë u nis, por në spital përfundoi. Më 9 qershor Miftar Minushi nga Prizreni u sulmua fizikisht nga 2 persona. Këta me motociklete kask në kokë në 6 të mëngjesit e kërcënuan. Minushi që I takon komunitetit rom, rrëfeu momentin kur sulmi ndaj tij ndodhi për një kërkesë për para që ai nuk I kishte. Ka është shumë punë sapo, në 6. Aty po shkova te karikatu. Unë në pjatë të buzin. Më shkoj punë. Ta erdhën aty. Thamë sinë e parë diçka. Thash s'kam. Tani u çuan njëri me shumë shem. Edhe I kitën. Nga goditja, nofulla ju thye në disa vende. Arsyet e sulmit mbetën mister, por njëri nga ta e identifikoi. Njërin e një, tjetrin një. Kanë të ikën. Mjekët në spitalin e Prizrenit thonë se ndërhyrja kirurgjikale është e domosdoshme. Patjetër duhet bëhet operim se ka frakturë dy anshme të nofulës poshtme dhe duhet vendosen pllakat. E gjithë ngjarja është kapur nga kamerat e sigurisë, por kaskat e 2 agresorëve e kanë bërë të pamundur identifikimin e menjëhershëm. Kanë disa pamje filmike të dyshuar për të cilat janë me helmeta dhe nuk ka mundur të identifikohen, nuk jemi duke punuar që të identifikohen të dyshuarit. I dëmtuari 30 vjeçar nuk e kishte raportuar rastin menjëherë në polici. I tronditur dhe I vetëm, ai kishte kërkuar ndihmë mjekësore vetëm pas 2 ditësh, kur dhimbja u bë e padurueshme.
Vazhdojmë emisionin frontal me informacionet të tjera dhe shkojmë në Izrael, atje ku 5 shqiptarë janë larguar të martën nga ky shtet. Ministri i Punëve të Jashtme i Shqipërisë Igli Hasani ka shkruar në Facebook se qytetarët ndodheshin në Izrael për çështje turistike dhe profesionale, derisa tha se janë larguar të sigurtën nëpërmes Egjiptit. Ai ka deklaruar se janë në gjendje të mirë shëndetësore dhe së shpejti pritet të kthehen në Shqipëri. 5 qytetarë shqiptarë që ndodhen në Izrael për arsye turistike dhe profesionale janë larguar sot nga Izraeli në mënyrë të sigurt përmes Egjiptit. Ata ndodhen tashmë në Egjipt në gjendje të mirë shëndetësore dhe pritet të kthehen së shpejti në Shqipëri. Largimi dhe kthimi i tyre u mundsua nga Ministria për Evropën dhe Punën e Jashtme nëpërmjet ambasadave në Tel Aviv dhe Kairo, ka thënë Hasani. Ministri i Shqipërisë ka falendëruar autoritetet izraelite, ambasadat greke dhe bullgare në Tel Aviv, si dhe autoritetet egjiptiane për mbështetjen dhe bashkëpunimin. Ka dështuar Kuvendi i Kosovës, pra deputetët e Kuvendit të Kosovës, për ta zgjedhur kryetarin e Kuvendit të Kosovës, më pas edhe nënkryetarët, për shkak se qëndrimet e partive politike janë të njëjta, sikurse edhe në përpjekjet e mëhershme për ta konstituar këtë institucion. As kafet që i morën në sallë nuk mundën t'i pinë. Edhe të martën seanca konstituive Kuvendit të Kosovës nuk zgjati më shumë se 2 minuta. Sikurse në 24 herët paraprake, edhe kësaj radhe ajo dështoi kur deputetëve ju desh të ngritnin duart për komisionin e votimit të fshehtë. Nuk kemi quorum, shihemi me 19 qershor në orën 10, për sot ndërpritet seanca. Ligjvënësve do ju duhet të vinë edhe 22 herë në parlament deri me 1 gusht kur fillon pushimi veror. Mirë po e propozuara e LVV-s thotë se nuk do shkojnë fare në pushime derisa ta themelojnë kuvendin. Ka pushim pa konstituim. Kjo është e qartë. Hiç pa apritur atë datë, kreu i PDK-s po kërkon reflektim nga partia fituese për shkak të zhvillimeve globale. Blokada e cila po vazhdon për shkak krenëcisë së zotit Kurti dhe lëvizjes vetëvendosje është e dëmshme edhe për pozicionin e Kosovës, sepse nëse në një moment të shpejtë që nuk mund ta dimë kur do të jetë ai moment, ka një kërkesë nga SBA për të pasur një qasje më proaktive në raport me marrëveshjen potenciale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Një lloj mendojnë edhe në lidhjen demokratike të Kosovës. Kosova duhet jetë e gatshme për çdo skenar. Bota po ndryshon, dinamikat janë shumë të mëdha dhe nuk e ka luksin me u marrë me shmenduri të egove personale për pushtet. Tentativa 34 për konstituimin e Kuvendit të Kosovës u caktua për të enjtën në orën 10. Në të njëjtën kohë kur deputetët ishin në seancë jashtë Kuvendit të Kosovës, ka pasur protestë disa qytetarëve. Përveç se brenda sallës, karriket për deputetët u vendosën edhe jashtë Kuvendit. Vetëse këtu për t'i akuzuar liderët e partive se po punojnë për blokadë politike e jo për shtet. Kushtetuta nuk është lojë politike e Kosova nuk mund të pres, ishin disa nga mesazhet e protestuesve. Me një megafon në duar, këta bënin ftesë gjithë qytetarëve që të marshojnë për zgjim të politikanëve. E organizuar nga shoqata qytetare Roja e Kohës, 15 personat e mbledhur kishin këtë porosi për deputetët. Deputetë nderuar, nëse nuk keni kuptuar ende, këtë po ja themi sot publikisht. Ju nuk jeni pronar të këtij shteti, jeni punëtor të tij. Dhe populli që u votoi, po ju shikon, po ju gjykon dhe nuk do t'ju afal këtë lojë të ult me demokracinë. Protestat e tilla simbolike para Kuvendit të Kosovës janë paralajmëruar edhe gjatë ditëve në vijim. Huaj stop ignorancës, stop arrogancës. Kthehemi në emisionin frontal dhe vazhdojmë këtë magazin me informacione të tjera. Gjykata Supreme ka aprovuar kërkesë padinë e Institutit të Kosovës për Drejtësi IKD ndaj Komisionit të Pavarur të Media KPM, duke shpallur të palegjshëm dhe duke shfuqizuar ndryshimin e rregullores së punës së KPM-s. Ky aktgjykim merr formën e prerë menjëherë pas konstituimit të përmbajtjes dhe arsyetimit të tij palëve dhe detyrohet i padituri Komisioni i Pavarur i Mediave me selinë e Prishtinës
Prishtinë që të njëjtin ta publikojë në mënyrë të njëjtë, sikurse të miratimit të saj thuhet në vendim. Për të diskutuar edhe më shumë për këtë vendim të Gjykatës Supreme dhe një kërkesë që ka pasur IKD-ja, mirë, po edhe për zhvillimet në Kuvendin e Kosovës, tashmë mua është hulumtuesi IKD-s Naim Jakaj. Naim, mirëserdhje. Jam faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë që i bjes emisionit frontal. Do të flasim, po nisim bisedën pikërisht me këtë vendimin e Supremës. Çka na kupton ky vendim? Ky vendim është shumë pozitiv për demokracinë, për transparencën, për llogaridhënien në Kosovë. Atë që ka përshkruar legjislaturën e 8 ose 5 vitet e fundit, me thonë, ka qenë arbitrariteti i institucioneve, prej kuvendit, qeverisë, më pasaj ka vazhduar edhe tek komisionet e pavarura kushtetuese ose agjencitë e pavarura ekzekutive ose të qeverisë ose të kuvendit. E njëjta ka ndodhur edhe me rastin e votimit për kryetar të KPM-s, nga ana e këtij organi kushtetues më 17 janar, kur u vendos që të ndryshohet një rregullore në atë ditë, pa konsultime me publikun dhe në kundërshtim me ligjin për Komisionin e Pavarur për Media, ku u votua dhe u zgjedh një kryetar pa i përfunduar mandati atij aktual. Kjo ishte arbitraritet edhe ku cënohej, si me thonë, çdo procedurë demokratike edhe ligjore, e cila nuk mund ta gjesh në ndonjë vend përveç vendeve të cilat nuk janë demokratike, po në vendet demokratike, në Bashkimin Evropian, edhe përtej Bashkimit Evropian, këto gjëra nuk mund edhe nuk shihen, përveç që tani ndodhi me Komisionin e Pavarur për Media. Gjykimi i gjykatës pra u publiku sot, u po edhe vendimi që ajo rregullore tashmë është e fuqizuar, është e paligjshme ajo dispozit përmes së cilës u zgjedh kryetari i KPM-s, edhe tash mbetet që në procedurë tjetër në gjykatën themelore të vërtetohet të vendimi që përgjedhja e këtij kryetari është i jashtëligjshëm. Tash ndoshta pyetja do të ishte se a do të më qëndru kryetari i komisionit, a me prit vendimin e gjykatës themelore? Jo, është ai kryetar, nuk ka ndonjë fuqi tashmë, për shkak që nuk ka një rregullore në fuqi që ai do duhet të dilte nesër në zyre. Por ai ka qenë kryetar që nga e ku, dhe ndoshta edhe ka marrë vendime, nuk e di. Edhe ka marrë vendime, edhe ka mbajtur takime, edhe ka shkuar në për vizite, po sot në vefaqe të Komisionit Pavarur për Media, por ai çka do të thonë për një institucion, ai do duhet ndoshta prej padis kur është dorëzuar nga ona e jonë, ai do duhet mos ta ushtroj atë funksion, me qenë se është kontestuar dhe të pritej vendimi i gjykatës. Shqiptani prej janarit janë 4-5 muaj dhe nuk do të kishte ndonjë pasojë negative për Komisionin e Pavarur për Media, sikur ta ushtronte dikush tjetër ushtrues i detyrës, në kuptimin që të krynte disa ceremoni ose takime protokolare, nuk ka pasur, si me thonë, të mirë vendime të caktuara. A e marrë vendime gjatë kësaj kohë? Se nuk dhja kanë pasur edhe korum? Nuk ka pasur edhe korum dhe nuk është marrë vendim, po për këtë arsye po them që është dashur më shumë të jetë në funksion ceremonial derisa të pritet vendimi i gjykatës, sepse tashmë po vërtetohet që kemi pasur një kryetar të palegjshëm që ka funksionuar mbi një rregullore e cila tashmë është shpall e pavlefshme dhe e palegjshme, ndërkohë pasojat prapë nuk janë të mëdha sepse ai nuk ka kryer ndonjë funksion të madh, por për ligjshmëri, për sundim të ligjit, për proces transparent, llogaridhënës, ai nuk do duhet ta zëm nesër të dilte ose do duhet që efektivisht të jepte dorëheqje në kuptimin simbolik që ti jep të qelet rrugë më shpejt të vendimit të gjykatës themelore dhe në mënyrë që të bëhet pasaj edhe përgjedhja e një kryetari në pajtim me ligjin për KPM-n dhe në pajtim me regulativen e brendshme, sepse gjykata në vendimin e saj tha është bërë një ndryshim i rregullorës në kundërshtim me vetë ligjin e KPM-s, ku atje tek në 8 përmendet konsultimet publike dhe ku arsyetimi i KPM-s është thonë që ky nuk është një akt që i nënshtruhet procesit publik, ndërkohë edhe ne si IKD, edhe gjykata e vërtetoi atë që kemi thënë në padi.
se një akt i tillë do duhet të nënshtrohej procesit të konsultimeve publike. Në ndërkohë nuk mund të zgjidhet një kryetar i ri pa i përfunduar mandati kryetarit tjetër. Paramendoni kryetari i bordit të AKP-s, kryetari i bordit të fundit të mos me lova kom pa zgjedh ky, mos zgjedh tjetër, pa u kry ky. Nuk është e mundshme me ndërhy në mandat, sepse nuk mund të ushtrohen dy, sepse edhe në vendim atar ka qenë që pasi që të kalon mandati ky arrisë të mbrohet, po s'ka logjik domethënë, nuk ka as logjik, as ligjshmëri, as kushtetueshmëri, as rregullsi në atë vendim. Pse pa qenë atëherë se më kujtohet pa ta përcjellat se atë mbledhje që tash po del që ka qenë jashtëligjshme. Pse insistoja shumë që të pra temrohet ne? Ajo duke sikur sepse nuk është vetëm rasti SIKD. Edhe gjatë kohës kur Komisioni Pavaror për Media është cenu, ju ka cenu pavarësia kushtetuese, prej Komisioni për Administratë Publike edhe prej qeverisë, ne kemi reaguar, edhe kemi mbrojt gjithat komision, edhe që mos me cenu kushtetueshmëria, edhe ligjshmëria edhe puna e pavarur që do të me ushtru në funksion që në funksionet që ja garantojnë edhe ligje dhe autorizime që jep edhe kushtetuta. Po në rastin aktual, edhe përmes ligjit të cilën e solli qeveria, aty u duk sikur ka një tentim për me kap atë institucion, për me politizu në mënyrë që pasaj me e drejtu që shdojnë vetë. Që shdojnë vetë. Atër kishtë një arsitim nga... Kjo u dëkte. Kur është mbajtur kjo mbledhje, kur shkarkua, le të themi, zoti jeton... Po të ka qenë arsyeja që mos mbetet pa kryetar. Po, edhe ka pas edhe ky që e udhëheq zyrën ligjore ky djalë Shramlin, edhe ky e arsyetoi sikur gjithçka është në rregull, se atëherë ka pas vërejtje se po shkelet nuk është e lehtëshme kjo çapo ndodh. Po që ka qenë kështu është arsyetu edhe qeveria edhe kuvendi edhe për 10 ligje. Po është arsyetimet gjithherë këta që po i sjellin këto vendime, po e mbrojnë ose po mundohen të argumentojnë se një vendim i tillë është i lehtëshëm. Ne kemi parë edhe tek ligji për Komisionin Pavarur për Media, gjykata rrezoi tërësisht. Atë që kemi thënë se IKD edhe në raportin tonë në vitin 2023, edhe gjatë vitit 2024 në konferenca në intervista, është vërtetuar ajo, si më thënë, fjalë për fjalë në punimi jonë. Edhe për këtë arsye, pastaj kjo tentimi që pa konsultime publike, që nuk mund të miratohet një rregullore, një akt nënligjor, i cili do të më nënshru konsultime publike, nuk mund miratohet për gjysmë ore. Ajo është arbitraritet i skajshëm në kuptimin që me cenu ligjshmërinë. Domethënë, Gjykata Supreme Gjykata Supreme e ka shpall të paligjshëm dhe të pavlefshëm rregullore, në ndërkohë i qel rrugë tashmë Gjykatës së Mbledhjes, sepse ka atje një kërkesë për paditje. A duhet më dënuar dikush a veç thjesht konsiderohet që ka paligjshmëri, është e pavlefshme dhe duhet kthehet ligjshmëria përmes një procesi tjetër të votimit për kryetar. Tash ai bën që është jetoni apo është ky tjetër? Jo, tash i bën që s'ka kryetar, se ka kaluar mandatin. Po si jetoni ka pas veç edhe një muaj për saktë aty ka kaluar mandatin, tashmë nuk ka një kryetar të KPM-s, nuk do duhet të kishte prej sot dhe në kuptimin efektiv prej orës 8 në mëngjes prej ditës së nesër në 18 qershorit. Pra, po e ritheksoj edhe njerë, Gjykata Supreme sot e dha një vendim pozitiv, gjë për të cilën e rujti edhe transparencën, edhe vendimarrjen, ligjshmërinë, kushtetueshmërinë, rregullsinë dhe pavarësinë e institucionit siç është Komisioni i Pavarur për Media. Dhe vendosin një precedent për të cilën po besoj nuk do të gjejnë edhe qeveritë e tjera, edhe anëtarët të tjerë të Komisionit Pavarur për Media të gjejnë ose të ndërtojnë fiskultura të ndryshme në mënyrë që ta cenojnë edhe vetë pavarësinë e vet, sepse ata anëtarë në fund votuan për një kryetar të tillë dhe për një rregullore të tillë që gjykata sot e shpallit pavlefshme. Ndërkohë tash kur po flasim KPM-ja nuk ka bord, edhe para disa ditësh i skadoi mandati edhe Luljetës. Tash ka mbet nuk di sa vet ka mbet aty. Është funksional si institucion i pavarur. Si funksional, sekretariati edhe trupat e tjerë funksionojnë, por vendimarrja do të jetë e kufizuar për shkak që nuk ka anëtar
ri të komisionit, për të cilin përgjegjës është kuvendi që s'mundi edhe të krye anëtarët e tjerë me mbarim të legislaturës së tetë, ndërkohë tashmë presidenti që s'po mund ta konsideroj vetveten. S'po mund ta konsideroj vetveten. Edhe për këtë arsye pasojat do të jenë të mëdha, sepse ne kemi 2 anëtar të bordit të fundit të kursimit pensionale pas zgjedhjeve. Kemi 2 anëtar në bordin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit, pastaj 2 anëtar në gjykatën kushtetuese të Kosovës. Domethënë si mundet një kuvend deputet të Kuvendit të Kosovës, po flas për legjislaturën e kaluar, sepse ta zëm 2 anëtar të gjykatës kushtetuese, procesi për vlerësim edhe për zgjedhjet e tyre ka qenë edhe rekomandimi ka shkuar për seancën, ndërkohë është prit, ai rekomandim ka qenë në muajin shtator tetor mos gabofsha, edhe ka qenë i radhitur për shqyrtim në seancë, ndërkohë nuk është radhitur për seancë, ka mundur të kryejë në legislaturë, edhe Komisioni i Parlamentit ka mundur të kryejë, por nuk i ka kryer për atë që kemi thënë si IKD. Kuvendi do bëhet edhe i dështuar ta kryejë mandatin e vet ose ti dalë zot kompetencave ose autorizimeve që ja ka dhënë kushtetuesa, 4 funksionet, ligjvënës, përfaqësues, zgjedhor dhe mbikëqyrës. Në asnjërin prej tyre, në disa, ta them tek ky funksionet zgjedhor, me vitet të tona janë vënë për procesi. Përkundër që ka pasur edhe anëtar, ta them në gjykatë kushtetuese të mirë që kanë kandiduar, që janë vlerësuar, që kanë shkuar për votim për gjykatë kushtetuese, për Kuvend të Kosovës, po ligji i tillë nuk është bërë. Dhe tashmë jemi 2 anëtar mongut në këtë organ. Para mendoni sikur ty dal mandati ndonjëri prej kandidatëve, atë gjykata kushtetuese mbetet edhe pa quorum dhe pa vendimare. Tash ka quorum gjykata kushtetuese. Po, tashmë ka për të pritet me shërtu edhe këtë kërkesën që ka shkuar nga Aleanca për Armërinë e Kosovës dhe deputetë të tjerë për këtë çështjen e këtij komisionit që po dojnë me kriju. Pse u vanu kaq shumë, a keni në opinion? Gjykata ka afatet e veta. Për vendimet edhe për ligjet, afati është 2 muaj. 2 muaj. Një muaj diçka i ka bërë. Një muaj diçka i ka bërë. Tash situata është pak më e rëndë se sa ta zëm nëse kishte me qenë kuvendi konstituar dhe kishte mi pas një ligj miratuar. Do të më gut për shembull, ata i kanë 2 muaj, po ndoshta mund mi kryer shumë. Gjykata kushtetuese ka edhe plot lëndë të tjera të cilat janë të ligjaturës së 8. More që kjo... Po dhe po të bëllon që nuk i ka vetëm vendimet e mujet kalumë ose këti mujet, do në ka lëndë edhe individuale. Prioritet një lëndë, për shumë, si kjo që e ka bloku kuvendin dhe e ka bloku, e themi Kosovën. Kjo ka prioritet, por si i këtë në disa rase ne kemi thënë që kërkesa e akës mund të mos jetë lëndë kushtetuese për të pranu, sepse nuk konsiderohet një vendim që është miratu, për kundrejt që mund të quhet një vendim, por nuk i plotson, si më thënë, kriteret e neni 113 paragrafit 5 kushtetutës, ku atje thuhet se një vendim i miratuar mund të dërgohet nga 10 e më shumë deputet. Dhe këtë kuptim mund të ndodhë që mund të mos e shurtoj fare. Mund të mos e shurtoj fare. Po presim që gjykata kushtetuese. Po presim që mund të më dhon rrugë, por mund të ndodhë që ta shpallë të papranueshme, për shkak që nuk ka një vendim të miratuar, por nuk do të thotë kjo që gjykata të mos e trajtoj, sepse ajo ka ndodhur në disa raste kur e ka ndruar edhe praktikën për shkak të situatave të ndryshme, sepse edhe rëndësisë të vendimit, sepse në kësi raste do të duhej me ndodhë kështu. Cilat janë pasojat më të mëdha? A janë pasojat më të mëdha nëse e shërton edhe pasojat janë, edhe pasaj rezultati është pozitiv që ja u skicon deputetëve, politikanëve për me e shqyrtu edhe për me marrë një vendim se si me votu ose si me u sjell në seancë, apo janë pasojat më të mëdha në rast se gjykata kushtetuese nuk e pranon, edhe nuk e hyn në shqyrtim në merita të lëndës. Sërish është e dyta, pra pasojat janë më të mëdha nëse nuk e shqyrton, sepse nuk bën ndonjë shkelje kushtetuese gjykata nëse e merr këtë rast edhe për shkak të situatës së krijuar. Fakti që u vanu kaq shumë besoj edhe nëse nuk gaboja ka kërkuar. Jo, fakti edhe nëse vonohet, sepse ka raste shumë njerëz në Kosovë thonë që meqense se po vonohet ajo ka hyrë në meritat e lëndës, por jo ka edhe raste kur edhe ka shpallë të papranueshme dhe është vonuar 4 muaj. Nëse s'ka bazë për më shërtu, gjykata më herët bile gjojmë dikon i zgjidhe. Gjykata është të detyruar, anëtarët e gjykatës janë të detyruar ta ndjekin rregullsinë. Në kuptimin që ta ndjekin mirë për shkak që mos bëhet precedent ose të mos akuzohet ajo se po shqyrton një lëndë e cila nuk është gjykata. Nuk e di a kanë kërkuar jo, po fakti që kanë kërkuar komente edhe nga presidenca, edhe nga
deputet e Kuvendit të Kosovës, a i bjen që... Jo, nëse cilin rast kërkojnë. Ata kanë për detyrë me kërku komende është afati... Të dosht, me qëtime voti është e trajtu. Jo, unë për veti personalisht do të kisha pas dëshirë me e trajtu për shkak të situatës dhe pasojeve, sepse cilat janë pasojet. Do në të zëmë, gjikota nuk mund me detyruar si deputet me votu. Por po besoj që do ta skicante se do ta rregullonte në mënyrë të arsyeshme rrugën për me konstituu kuvendin, ose do të thotë që do të shkoj, mund të shkojmë në zgjedhje për shkak të pamundësisë për me zgjedh kryetarin e kuvendit, sepse dy pasoja janë. Do është aktualisht që i din edhe popullata e gjerë. Pasojat në rrafshin e jashtëm, që janë së pari financiare, ku ne jemi duke u pengu me i marë fundet e Bashkimit Evropian pejt gati së 900 milion euro, së poku ato 62-63 milion euro ku janë fundet të cilat ne nuk do t'i kthejmë fare për bëjnë, dhe pjesa tjetër që do t'jenë para me periudhë të gjatë të kthimit dhe me kamat më pak se 1%, ose më pak se 0.5%, në ndërkohë në rrafshin tjetër që nuk është financiar, por në rrafshin diplomatik, ne e dim edhe për mu përsërit, se edhe përsëritja gjithar është e nevojshme, dështimi për antarësim në Këshill të Evropës, mos përfaqësimi i drejtë dhe adekuat i Kosovës në rrafshin diplomatik, në kuptimin e komunikimit me SBA-t, pasi që u ndrua edhe administrata e Eritreas, sot nuk ka dikush që komunikon prej MPJD-s ose prej qeverisë me administratën e re, ose ndoshta ka ne nuk e dim, por më shumë që nuk ka, sepse sikur të kishte do të tregonte dikush që ka edhe për të krenu. Në ndërkohë në rrafshin e brendshëm, ne kemi shtretim të energjisë elektrike, mund të pritet tash që të ketë shtretim të naftës, rrjedhimisht edhe zinxhir të rritjes së çmimeve dhe kush merret me këtë punë. Kuvendi nuk mund me kry rolin mbikëqyrës të tij tek anëtarët e ZRS dhe tek autoriteti i konkurrencës. Do është kallabllak tema, probleme për të cilat të cilat burojnë nga mos konstituimi edhe të cilat ne si qytetarë të rëndëm do t'i ndjejmë pasojat më shumë se sa deputetet e Kuvendit të Kosovës edhe një... Apo marrin pagë deputet, sepse kjo interesoj qytetarëve, këta pagat po i marrin. Po, deputetet i marrin pagët. Kur po ka fesë, kur po kështu po i rregullojnë. Ajo ke, si më thonë, kundër e leqme, në kuptimin kundër rregullorës Kuvendit, kur bëjën, a i ndryshim pa i shkoj, sepse ata më shumë preferun me shku Bajram me bo, se sa me arna atë dit, ose ndoshta atë dit do duke marja më shumë se sa ditëve të tjera, por sytë janë të drejtum më shumë ka lëvizjave të ndosje, më shumë ka partia që ka dollë e para, dhe kjo do të vërtetohet herë dhe kurdo që përgjegjësia i takon më së shumti këtij subjekti politik për me e konstituu kuvendin dhe për me gjetë zgjidhje, ndoshta edhe përmes të rrimit të kandidatit, ndoshta edhe përmes ndonjë marrëveshje tjetër, sepse ta zëm shumica parlamentare, shumica lëvizjeve të ndosje që ka dalë para, do duhen ndoshta të bënte edhe propozime në kuptimin afirmativ që një kryetar të kuvendit të negociojë me çështjet të cilat lidhen me aspekte programore, më tet prill në mbledhjen e kryesisë të kuvendit, që është mbajtur me kryetarët e partive parlamentare për me përcaktuar në ditës për seancë konstitutive, vetë kryetari i kuvendit ka thënë, do nështë ai tha kështu, që pozita, pse shkojmë ne në zgjedhje, ne nuk shkojmë për kuvend, që unë spajtohem me të, po ai tha kështu, ne shkojmë për me zgjedhë qeverinë. Meqense shkojmë për me zgjedhë qeverinë, atër ne themelimi i institucioneve edhe kuvendit i nënshtrohet principit të negocimit edhe të kryeparlamentarit. Kjo është me 8 prill pas kësaj mbledhje, në shkollë nuk po nënshtrohet. Ono që po ka barikadim të lëvizjes vendosje, ose nuk pati se po ku para votimit të kryetarit, ose para mbajtjes së asaj seance, të kishte një deklarim edhe të nën kryetarit të vendosjes zoti Kodnjusa, po edhe të kryetarit të vendosjes zoti Kurti, që të fletë se si ky kryetar mund të negociot me qenë se vetë tha zoti Kodnjusa. Nëse shihni deklaratat e tij atë ditë, ai ka thënë që kryetari i kuvendit do të nënshtrohet principit të negocimit me ndonjë parti tjera, në ndërkohë nuk ka ky princip. Kjo deklarata vendosjes është mirë për shkak se nuk ka larg. Kjo është 3 muaj, 2 muaj ditë afër. Për këtë arsye po them që është deklaratë e re. Ndërkohë ajo se çfarë po shohim, pra deputetët e Kuvendit të Kosovës më pas po shkojnë në qeveri. A është në rregull që kjo paradite deputet mas dite kryeministër ose ministër?
që para seancës konstituive, ne kemi thënë që qeveria, kabineti qeveritar, duhet të japin ndërheqje në momentin e betimit. Për dallim për një pjesë tjetër të skenës të shoqërisë civile, të njerëzve të këtyre çështjeve, ne kemi thënë që nuk duhet të japin ata ndërheqje në ditën e certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve, sepse është bërë një ligj për qeverinë që është bërë në vitin 2022, edhe aty, si më thonë, është bërë copy-paste një dispozitë kushtetuese, ku pasaj këtyri ka nxjerrur vetë problem në diskursin publik. Është bërë ajo dispozitë është bërë tek ligji për qeverinë, edhe nuk është shiku fryma e kushtetutës, cila është ajo. Donë është tek një nën atje, tek një 60, thotë që deputeti e fillon mandatin ditën e certifikimit të zgjedhjeve. Në ndërkohë thuhet atje që kuvendi tek një nën tjetër, kuvendi ka mandat 4 vjeçar për seancës konstituive. Ndërkohë këto të dyjet janë të kundërshtim me njëra tjetrën. E ndërkohë ky i parë u bërë tek ligji për qeverinë. Edhe thash, në vend se me rregullu që po në seancë konstituive bëhet betimi, edhe po atë ditë i bëhet ndërheqja. Në ndërkohë prej asaj dite, kur kanë dhënë betimin, kur s'kanë dhënë ndërheqje prej qeverisë, ata bëjnë dy shkelje, shkeljet e kushtetutshmërisë edhe tek ligjit për parandalimin e konfliktit të interesit në lidhje me një nën atje tek papajtueshmëria me funksionin publik kur ti ushtron 2 mandate, sepse aktualisht ki ministra dhe kryeministër që quajnë veten në detyrë, që marrin vendime të cilat prekin edhe çështje financiare, si çështja është rasti me lehonat, me shtesat në lëmirat të fëmijëve. Në ndërkohë ka edhe që këta mund të marrin vendime edhe ta mbikëqyrin ndonjë organ ekzekutiv ose autoritet kushtetues, siç është autoriteti i konkurrencës. Aktualisht është kryeministri që quan veten në detyrë dhe deputeti zoti Kurti mund të shkojë te autoriteti i konkurrencës, siç i ka thirrë aktualisht, dhe të shkojë edhe atje edhe të mbikëqyr. Këto janë të papajtueshme. Këta shkelin ligjin edhe kushtetutën e Kosovës të 17 ose 18 funksionarë publik që vazhdojnë me ushtru me shku në zyrë të kryeministit të ministrave, po që vazhdojnë edhe me shku në seancë konstituive. Por këtë do duhet të kishte reagim më të madh, ne kemi reagu, edhe ka edhe disa kallëzime penale që DK ka dërguar në prokurori dhe presim prej prokurorisë që të jetë më aktive dhe që të shqyrtojë dhe të vendosë për to në kuptimin ose edhe të hudhjes së këtyre kallëzime penale ose të vërtetimit të tyre rrjedhimisht të ngritjes së aktakuzave për këta persona që vazhdojnë me ushtru dy funksione. Për ne është shkelje kushtetuese edhe ligjore për të cilën ata do duhet herë të kurrë të ishin përballë përgjegjësisë edhe penale. Ndërkohë, në këtë situatë kemi parë një përpjekje të presidentes së Republikës së Kosovës Vjosa Osmani për ndihmuar aq sa mundet në këto rrethana për më ndihmu diçka për më dalë nga kjo krizë. A ka fare roli në këtë situatë presidentja e Republikës së Kosovës? Na kemi thonë edhe më herët. Po e përsërisim tash, presidentja nuk ka pasur ne flasim për këtë, po nuk bëjmë dëm se flasim ne, sepse edhe qytetarët duhet me ditë pak a shumë për këtë çështje edhe duke përsërit pastaj bëhet e vërteta më e fuqishme. Edhe presidentja nuk ka ndonjë rol, si më thonë, që mundet me i punu zgjidhje, përveç rolit simbolik, e cila njëherë i ka takuar, njëherë ju ka shkruar, pastaj i ka taku, në ndërkohë ajo pret që të drejtohet gjykatës kushtetuese. Vetëm këtë rol ajo mund ta ketë deri më tani, por pas kërkesave që mund të vinë nga partitë politike, po ju të ketë ndonjë rol aktiv, sepse cili është roli aktiv i saj. Se e hedh poshtë ato thotë që nuk ka lëndë për mua. Po dhe për shkak që ajo çka do të më bëjë se dyshysh krejt po shkojmë sikur mos më funksionon tani më kërkush. Shqiptari 30 tetore është data kur do të më miratu buxheti vjetor. Në ndërkohë tashmë do duhet kuvendi ta rishikonte buxhetin për vitin 2025, ku kanë shku projektet, ku po ngec edhe çka po ndodh, ose a do diku parë me vendos më shumë. Është pasojë e parë është në secilat komunat të Kosovës nuk mund të shikohen buxhetet edhe në nivel vendi për shkak që ka një kuvend të konstituar. Është parim, është menaxhimi i financave publike. Financat publike rishikohen, janë projekt ligje që i nënshtrojnë gjithherë rishikimit për shkak që mund të ketë ndryshime ose si më thonë mund të ketë
ndryshime në gjendjen faktike të terren. Dhe për shkak të kësaj gjendje faktike, çdo herë në secilin vend demokratik, edhe në Kosovë është parapaçë ndryshimi gjithë më bën në qershor. Pasoja e parë është kjo. Pasoja e dytë e përmendëm më herët që nuk mund i marrin fundet. Pasoja e tretë do të jetë kur kuvendi nuk mund, qeveria nuk mund me miratu buxhetin për vitin e ardhshëm deri më 31 tetor kur ka problem me dërgu për kuvend të Kosovës. Pastaj nuk mund ta miratoj kuvendit deri më 31 tetor. Para mendoni situatën kur ne shkojmë ndoshta në herën e 80 ose herën e 90 të dështimit të seancave dhe shkojmë në fund të marsit të vitit të ardhshëm. Nuk ka paga, nuk ka transfere të financave as për lehonat, as për kontratat publike që lidhen me autoritetet publike. Pasojat të jenë të mëdha. Nuk kemi një kuvend, pasaj që jemi këshyrë, po përmendëm një fond konsiljuve pensionale. Një vend që s'funksionon. Një vend që s'funksionon, që nuk ka autoritet, edhe që secili organ kushtetues bën çfarë do veprimi, për cilin nuk ka kurkush me i dhon, nuk ka me i dhon llogari. Edhe kjo është pomtut, do rëzon pomtut që ai do thonë. Po, shiqë, nuk është e frekshme se si deputetët doon lënë buxhetin pa rishikuar. Edhe këto është, po them, sërish përgjithësinë kryesore ka lëvizja vetëndosje. Pastaj edhe partitë e tjera, sepse në rast se edhe LDK, PDK, AK nuk pajtohen me Zënën Haxhiu që të jetë kryetari i kuvendit, ata kanë propozuar që të ketë kandidatë të tjera, por nuk kanë pasur të jenë më proaktiv që ta bëjnë një bashkim opozitar. Dhe ta bëjnë një, si më thonë, një program ose përveç deklaratës së zoti Abdigjikut ose deklaratës 15 pikëshe. Po ajo ishte më shumë kështu deklarat në ajrë, se sa një deklarat që i mbledh krejt partit, së poku partit opozitare që të diskutoj, dhe të thotë se shqën, nëse ne vim në qeveri, atër do tjetë kjo. Por më shumë për duket, sigur, se cila parti politike për bën më shumë taktik elektorale, se si do duket në publik, si edhe e tyre dhe si ajo do duke shumë keq, realisht, nëse ta kanë qëllimin me di që është po duken publik, besoj që dihet përgjigjes si është po duken. Në legislaturat e kaluara, për shumë merë vitin 2014, më pak është ndiher përgjithësia dhe pesha e partive politike parlamentare, edhe në vitin 2017 po ashtu. Në ndërkohë për shkak të situatës socio-ekonomike, për shkak të situatës globale, sigurisë, edhe të çështjeve të tjera që e kanë rënduar tashmë jetën e qytetarit në mënyrë rëndesa është më e madhe. Sepse është kjo po vërtetohet edhe prej bankës botërore dhe prej raporteve të bankës qendrore ku për mbi 140-60 milionerë në vetë ka mbi tërheqje bankare, të cilat në formën e kredive për konsum të përditshëm. Dhe kjo është alarmante. Edhe për këtë po them, domosdoshmë përgjegjësia dhe pesha është më e madhe dhe po ndihet më shumë në lëkurën e njerëzve të rëndëmt. Dhe për këtë, në zgjedhjet e ardhshme, secila parti politike, veçanërisht lëvizja vetëndosje, do ta merr, si më thonë, edhe përgjegjësinë, por edhe kostën për këtë veprim ose për këtë barikadim siç po ndodh kryeministri kur të ne shumë deklaruar që apo që ka qeveri. Nuk ka qeveri. Nuk ka qeveri në fuqi lokale realisht, sepse po më duket më ofër kemi zgjedhjet lokale se sa eventualisht zgjedhjet e jashtëzakonshme nacionale. Apo zgjedhjet. Në çdo 4 vite ne shkojmë në zgjedhjet edhe të përgjithshme edhe lokale. Dhe në vend se të kesh se shqenim në zgjedhjet lokale. Çdo 4 vite për herë të parë të shashkuar. Po folëm për rregullën. Atëherë çdo 4 vite edhe kushtetuta dhe ligji na i mundson neve si qytetarë me votu për politikanë. Na i mundson edhe çdo 4 vite me votu edhe për nivelin lokal, që ata mirën me çështjet të dritave, të energjisë elektrike, kuptimin e infrastrukturës, mjedisit, ujit, të banimit, gjelbrimit, shkollimit, shëndetësisë publike, edhe ne tash si qeveri edhe kuvend, ose si partit politike, ne tash shkojmë në zgjedhje për 38 komuna, 38 kryetar të komunave, shkojmë për 38 asamble, që i bën që në krejt vendin hyjmë ose angazhohen për mbi 13.000-14.000 persona të cilët angazhohen ose premtojnë për me u angazhu që kanë me ndreq jetën për çdo 14 çështje që i përmenda më herët. Në ndërkohë tashmë ne i përzihemi Kuvendi i Kosovës, partitë politike, edhe në nivel nacional, hajde se ne po e ndrojmë edhe po i zgjedhjet në një ditë të përbashkët, me juve bashku ne nuk po mrrim me kry një kuvend. Ata qysh është e mundur, pasaj do të ketë edhe kandidat deputet që do të jenë kandidat për kryetar të komunave, dhe si mund të zgjedhaj çështjet në nivel lokal,
edhe të rregulloj shtylla elektrike, ose të rregulloj çështjet e banimit, përballueshëm, përbalim social, çështjet e mirëqenies sociale, të shëndetësisë, të energjisë, të infrastrukturës, të çdo çështje tjetër, kur ai çështjen më madhore të konstituimit të vetes nuk e bën. Dhe kjo për këtë arsye po them, kjo do të duhej me u faturu nga secili qytetar kur dalim në zgjedhjet, në rast se mbahen zgjedhjet parlamentare në ditë, pse për mua është një ëndër, në kuptimin do të jetë vetëm një ëndër e secilit subjekt politik që të mbahen këtu. Nuk besoj që do të mund të shkojmë, sepse do të duhej me shku me u konstitu kuvendit, nuk besoj që edhe partitë e tjera parlamentare LDK, PDK dhe AK do të votojnë për me shpërnda kuvendit në mënyrë që me nxonë datën e zgjedhjeve, përveç rastit kur nëse dështon votimi i qeverisë për herën e parë dhe herën e dytë as opozita nuk mund t'i bëj votat. Ata nuk ka pasaj rrugdole, por nuk duket se ajo do të më rri deri ajo ditë kur do të jenë dy parë, se nuk do të jetë lehtë as për KQZ-n, nuk do të jetë lehtë as për neve si qytetarë me dalë edhe me votu në të njëjtën ditë edhe për zgjedhje nacionale dhe lokale, sepse ne për lokale me 3 fleta votimit, për kryetar, për asamblesë, për deputet kërkon e Kosovës, do të thonë keq e ma keq. Është rëndësishme për cilën asnjë qytetar nuk e ka bërgj asnjë partie politike për një vendimare nëse rast se do të shkojmë në zgjedhje të përgjithshme. As për rastin e presidentit, sepse kuvendi tashmë nëse konstituohet edhe deri me 31 korrekt shkon në pushim, detyrimisht, ose mundet të mos shkoj duke shmangur rregulluar në kuvend, po ne e dimë që nuk është shmangur. Për pushimi rregulluar, kështu që mos e ke problem. Unë të falenderoj shumë që ishe në emisionin frontal, na sqarove shumë mirë, po ky sqarimi jot domthonë na friksoi, edhe mua dhe shikuesve besoj, sepse në bazë asaj po që kur gjë s'po funksionon dhe seçher me keq ka menduar se për këtë funksionimit e institucioneve të Republikës së Kosovës. Edhe si shoqërinë civile, së bashku me organizatat e tjera, me KDI-n, me organizatat e tjera, jemi duke i takuar edhe partitë politike, kemi takuar edhe vetëvendosjen këtë javë dhe pritëm edhe prej tyre, edhe kërkuam prej tyre që në seancën e radhës ata të jenë më praktik edhe u po sot që nuk ishte një gjë e tillë, nuk po shkon fjalët drejtikun, por në fund politikanët, siç e thej ministri këtë, janë të përkohshëm në kuptimin në ato opozita dhe të përhershëm jemi vetëm ne qytetarët, edhe një pjesë që e monitorojmë në vazhdimsi kuvendin edhe qeverinë, edhe pasojë do t'i bartim ne. Por kostën, po besoj që në fund të fundit do ta bartin edhe partitë politike kur të shkojmë tek kutia votimin në ditën e zgjedhjeve kur do të qoftë që të mbahen aty. Unë të falenderoj edhe një herë që ishte në emisionin frontal. Faleminderit të ju të nderuar shikues që keni qëndruar me emisionin frontal. Këtu po japim fond për sot, duke falendëruar gjithmonë që qëndroni me televizionin të shtatë, ndërkohë pas pak ju pret shpendje me emisionin e tij Kanapé.